Një tjetër zhvillim i fortë ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku kësaj here në qendër të vëmendjes ka qenë Miri, i cili gjatë një bisede me disa banor ka bërë deklarata shumë të drejtpërdrejta për Selinën dhe Gimbon. Fjalët e tij kanë ngjallur shumë diskutime, pasi ai u shpreh hapur se nuk e pëlqen fare Selinën dhe se po mendon të krijojë një strategji për ta eliminuar atë bashkë me Gimbon nga gara. Gjatë bisedës, Miri u shpreh se marrëdhënia e tij me Selinën është përkeqësuar ndjeshëm kohët e fundit dhe se nuk ndjen më asnjë simpati ndaj saj. Ai tha se sipas tij, Selina nuk ka qenë e sinqertë në sjelljen e saj dhe se shpesh ka krijuar situata që kanë ndikuar negativisht në atmosferën e shtëpisë. Ai shtoi se nuk i pëlqen mënyra se si ajo sillet me banorët dhe se shpesh, sipas tij, ajo përpiqet të luajë një rol që nuk përputhet me karakterin e saj të vërtetë. Miri theksoi se këto arsye e kanë bërë të humbas çdo besim tek ajo dhe se tani e sheh si një nga kundërshtarët e tij kryesore në lojë. Por deklaratat e tij nuk u ndalën vetëm te Selina. Ai foli edhe për Gimbon, duke thënë se afrimiteti mes tij dhe Selinës ka krijuar një aleancë të fortë që mund të ndikojë në rrjedhën e lojës. Sipas Mirit, kjo afërsi i bën ata më të rrezikshëm si konkurrent dhe për këtë arsye ai po mendon të ndërtojë një plan për t'i dobësuar në lojë. Ai u shpreh se në këtë fazë të garës, strategjia është shumë e rëndësishme dhe se çdo banor duhet të mendojë me kujdes për hapat që hel. Sipas tij, për të arritur deri në finale, duhet të largohen konkurrentët që konsiderohen më të fortë ose që krijojnë ndikim të madh tek publiku dhe banorët e tjerë. Miri theksoi se nuk e sheh këtë si diçka personale, por si pjesë të lojës dhe të strategjisë që kërkon formati. Ai tha se çdo vendim që po mendon të marrë lidhet me dëshirën për të avancuar në garë dhe për të rritur shanset e tij përfitore. Banorët që dëgjuan deklaratat e tij reaguan në mënyra të ndryshme. Disa u dukën të habitur nga sinqeriteti i tij dhe nga fakti që ai po fliste kaq hapur për planet e tij strategjike, ndërsa të tjerë menduan se kjo është një pjesë normale e lojës, ku çdo konkurrent përpiqet të mbrojë pozicionin e vet. Gjatë bisedës, Miri u shpreh gjithashtu se mendon që marrëdhënia mes Selinës dhe Gimbos është krijuar më shumë për interes lojës se sa për ndjenja të vërteta. Sipas tij, kjo afërsi u ka dhënë atyre një avantazh social brenda shtëpisë dhe për këtë arsye ai e sheh të nevojshme të reagojë. Ai shtoi se në ditët në vazhdim do të vëzhgojë me kujdes çdo lëvizje të tyre dhe do të përpiqet të ndikojë në vendimet e grupit për të dobësuar pozicionin e tyre në lojë. Miri theksoi se loja po hyn në një fazë vendimtare dhe se çdo strategji mund të bëjë diferencën. Ndërkohë, kjo deklaratë ka krijuar tension të ri në shtëpi, pasi nëse këto fjalë arrinte Selina dhe Gimbor, situata mes tyre mund të përshkallëzohet edhe më shumë. Marrëdhëniet mes banorëve tashmë janë të brishta dhe çdo konflikt i ri mund të ndryshojë balancat e lojës. Atmosfera në shtëpi po bëhet gjithnjë më e ngarkuar, ndërsa aleancat dhe kundërshtit po bëhen më të qarta. Banorët po fillojnë të pozicionohen dhe të mendojnë për strategjitë e tyre personale, duke e bërë garën gjithnjë më të fortë dhe konkurruese. Mbetet për t'u parë nëse plani i Mirit do të realizohet apo nëse Selina dhe Gimbor do të reagojnë dhe do të ndryshojnë rrjedhën e lojës në favor të tyre. Një gjë është e sigurt, tensionet, strategjitë dhe përplasjet vazhdojnë të rriten çdo ditë, duke e bërë garën gjithnjë më dramatike dhe të paparashikueshme për të gjithë banorët.